Të dashur detar, nën oficer dhe oficer të forcës detare, me rastin e 100 vjetorit të forcës detare, ju përshëndes. Majtas dhe djatas, ktheu. Para, marsh. Ekzekutimi i himnit kombëtar. Përpara se të vazhdojmë me programin e ceremonisë, ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje për të nderuar kujtimin e të gjithë personelit që ka shërbyer në flotën detare dhe sot nuk jeton më. I paharuar kujtimi i tyre. I nderuar Presidenti i Republikës të Shqipërisë, Shkëlqësia e tij Zoti Bajram Begaj. I nderuar Ministri i Mbrojtjes, Zoti Piro Vengu. I nderuar shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Lejtnant Arben Kinxhi. I nderuar komandanti i forcës detare, Nën Admiral Adnan Dagastra. Të nderuar atashe të vendeve të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe atyre partnere. Të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe pushtetit vendor. Të nderuar deputet, general, komandant, ish ushtarak të forcës detare. Të nderuar pjesëmarrës. Sot është një ditë e veçantë për forcën detare. Një moment historik që shënon jo vetëm një shekull ekzistence, por edhe një shekull përkushtimi, sakrifice dhe zhvillimi në shërbim të sigurisë kombëtare dhe interesave detare të Republikës të Shqipërisë. Le të jetë ky një moment vlerësimi për të gjithë personelin ushtarak dhe civil që kanë shërbyer në radhët e flotës detare. Ky vit jubilem e gjen forcën detare kontribuese jo vetëm brenda hapësirës detare shqiptare, por tashmë kontribuese për sigurinë detare për krah vendeve të tjera të NATO-s, në detin e Gje dhe atë mes dhe. Forca detare vijon modernizimin me teknologji e pajisje të reja, dhe tashmë në inventarin e saj janë shtuar edhe 3 anije të reja donacion nga forca detare Roja Bregdetare Italiane. Ftoj komandantin e forcës detare, Rojes Bregdetare, Nën Admiral Adnan Dagastra, për fjalën e rastit. I nderuar Shkëlqësia juaj, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Bajram Begaj. I nderuar Zoti Ministri i Mbrojtjes, Piro Vengu. I nderuar Kryetari i Komisionit Parlamentar për Burimet Natyrore, Infrastrukturore dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm, zonja Anila Denaj. Të nderuar deputet Parlamentit. I nderuar Zoti Shefi i Shtabit Përgjithshëm, të nderuar Komandant Forcash, General, atashe ushtarak dhe të strukturave të akredituara në Republikën e Shqipërisë, të nderuar autoritetet pushtetit vendor, përfaqësues të institucioneve, të nderuar komandant, oficer, nën oficer, marinar, miq dhe të ftuar. Sot në këtë jubile, nderojmë 100 vite histori të forcës detare shqiptare. Një shekull përkushtimi, sakrifice dhe shërbimi ndaj atdheut, që nisi me 25 dhjetor të vitit 1925 me mbritjen e 2 anijeve Shqipëria dhe Skënderbeg, duke hedhur themelet e forcës që do të mbronte sovranitetin detar të Republikës së Shqipërisë. 100 ditë e para forca detare lindi me një mision të qartë, mbrojtjen e hapësirës detare, sigurinë dhe garantimin e rendit në det. Pavarësisht periudhave të vështira historike, pushtimit fashist, shkatrimeve të luftës dytë botërore, izolimet dhe transformimet politike, forca detare arriti të ringrihej, konsolidohej dhe zhvillohej duke ndërtuar kapacitete operacionale, teknike, njerëzore, të cilët shërbyen për dekada me radhë.
Fillimi i vitit 1945 shënoi përpjekjet e para për ngritjen moderne të forcës detare, duke krijuar seksion e marinës luftarake me shef seksioni kapitenin e parë të marinës Abdi Mati, duke mbritur kështu në datën 15 gusht të vitit 1945, në cilën u bë hedhja në ujë e 2 motovedetave trofe lufte. Kjo datë shënon edhe datën e krijimit të flotës luftarake detare, e cila do të shërbente atë për më se 45 vite. Në vitet 1953-54, forcat detare hyrin në një fazë të rezhvillimi, me zjerimin e flotës me anije të cilur hedhse, mina hejse, gjyqa detar dhe mjetet ndihmuese. Krijimi i skuadrilës autonome të 4 selurus në Sazan për herë të parë forcoi regjimin operativ dhe mbrojtjen e sovranitetit detar. Në vijim, gjatë vitit 1958, flota u përforcua me anije moderne për kohën, si dhe u riorganizua strukturalisht, duke kaluar në varësi direkte të Ministrisë së Mbrojtjes me qendrën në Vlorë. Modernizimi arriti kulmin cilësor në shtator të vitit 1958 me krijimin e brigadës së Nëndecave, një strukturë me efekte strategjike në luftën detare që do ta poziciononte Shqipërinë për kohën ndër vendet më të fuqishme detare të rajonit. Gjithashtu u krijuan dhe strukturat e shërbimit hidrografik, shërbimit pëllumbar, si dhe kantieri i riparimit të anijeve. Ky zhvillim i forcës luftarake detare të kohës kërkonte përgatitjen e efektivave dhe kryesisht kuadrit lundrus dhe komandus. Prandaj në vitin 1961, fillimisht në Pashaliman dhe mëtej në Vlorë, u ngrit Shkolla e Marinës, e cila për 4 dekada ka luajtur një rol të rëndësishëm dhe të pazvendësueshëm në përgatitjen e efektivave oficer dhe komandus. Në 1998, si rezultat i kohës së gjatë të përdorimit, pas një periudhe veprimtarie operacionale 40 vjeçare, dolën jashtë strukturave luftarake të forcës detare, 4 nëndecet dhe shumë anije mbijuese luftarake. Si rezultat, për forcën detare shtrohej natyrshëm detyra e ristrukturimit, rikonceptimit të reparteve të saj për një integrim të natyrshëm në NATO. Nevoja e vendit për të përballuar me sfidat e sigurisë detare kërkuan krijimin e një identiteti të ri të forcës detare. Ajo filloi të plotësoj me anije të lehta patrulluese, të afta për patrullim dhe luftën kundër trafikut ilegal të njerëzve dhe drogave. Këto anije për më se 10 vjet përbënin shtyllën kryesore të aktivitetit operacional të forcës detare. Ligji i rojës bregdetare miratuar në vitin 2002 i shtoi forcës detare dhe misionin e zbatimit të ligjshmërisë në det. Ky mision mori formë të plot me krijimin e QNOD-s, Qendër Ndërinstitucionale Operacionale Detare, e cila bëri të mundur koordinimin e të gjitha institucioneve me interesa në det në një platformë të përbashkët informimi dhe vendimarrje. Me qëllim rritjen e kapaciteteve të kontrollit të hapësirës detare, prej vitit 2007 filloi puna për instalimin e sistemit të vëzhguar të integruar të vëzhgimit të hapësirës detare, si dhe pajisja e anijes forcë detare me 4 anije patrulluese. Investimet në teknologji, pajisje për zhvillimin e luftës detare, mbrojtja e infrastrukturës kritike dhe identifikimi në ujor, profesionalizmi personeli dhe integrimi në misionin ndërkombëtare e shndruan tërësisht vizionin, misionin dhe ritmin e forcës detare. Forca detare u antarësua në 2 organizata ndërkombëtare, Organizata Ndërkombëtare e Hidrografisë dhe Organizata Ndërkombëtare e Sigurisë së Lundrimit Detar dhe Fenerve, duke arritur standardet ndërkombëtare të sigurisë hidrolundrimore dhe duke krijuar kushte optimale për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike detare. Sot, forca detare është një kontribuese aktive në arkitekturën e sigurisë rajonale dhe euroatlantike. Nga patrullimet tona në detin Adriatik dhe Jon, deri në operacionet dhe detyrat në detin Mesdhe dhe Ege, së bashku me grupet e NATO-s, ne kemi dëshmuar se mbrojmë jo vetëm kufitan, por edhe vlerat e përbashkëta evropiane dhe të sigurisë kolektive. 100 vjetori na gjen në një moment kyç të historisë së forcës detare. Nevoja për rritje të kapaciteteve nuk është vetëm një kërkesë profesionale, por është një detyrim strategjik. Rajoni ynë, korridoret energjetike, rreziqet asimetrike, lëvizjet e paligjshme në det dhe dinamika e re e sigurisë në Mesdhe kërkojnë që Shqipëria të ketë një forcë detare moderne, të aftë angazhohet në operacione dhe situata krize dhe konflikti në hapësirën detare të interesit të Republikës Shqipërisë. Falë Qeverisë Republikës Shqipërisë, Ministrit Mbrojtjes Shtabit Përgjithshëm, forca detare është në rrugën e modernizimit të flotës me kapacitete luftarake detare dhe jo vetëm. Objektivat e saj po materializohen edhe nëpërmjet ringritjes industrisë anije ndërtuese në kantierin tonë detar. Mesdheu mbetet një nga korridoret më të rëndësishme detare në botë, por njëkohësisht është teatër konkurrimi strategjik midis fuqive rajonale dhe globale.
Prania e shtuar ushtarake, operacionet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian si dhe aktivitetet e aktorëve shtetëror dhe jo shtetëror tregojnë se siguria detare lidhet ngushtë edhe me zhvillimin dhe sigurinë e infrastrukturës detare. Dhe jo vetëm detare, por dhe bregdetare për një dislokim të trupash në rast nevoje, por edhe për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Në përgjigje të këtyre sfidave, Bashkimi Evropian dhe NATO ka forcuar praninë detare në zonat e interesit dhe në pikat e rëndësishme detare. Në këtë kuadër, forcat detare për më se 6 vjet janë pjesëmarrëse shumë e vlerësuar në aktivitetin e NATO-s në detin e Egje, është pjesëmarrëse në operacionin Sentinel dhe Combined Maritime Force, si dhe është duke përfunduar procedurat për pjesëmarrje dhe në operacionin e Bashkimit Evropian Aspides. Këto angazhime me forca dhe mjete janë sfiduese për forcën detare dhe kapacitetet tona, por profesionalizmi dhe vetmohimi i efektivave të forcës detare ka bërë të mundur të përballohen me sukses duke ngritur lart flamurit shqiptar. Për këtë arsye, jam krenar dhe i realizuar profesionalisht që kam drejtuar një trup të tillë profesioniste dhe të besuar. Ndër vite, historia e forcës detare është shënuar dhe me heronjtë e saj, të cilët ranë në krye të detyrës për të ruajtur sovranitetin dhe teknikën detare. Ne sot e kujtojmë ata me respekt dhe përulemi përpara veprës së tyre vetmohuese. Prandaj, me krenarinë e komandantit, ju drejtohemi ju, marinar, nën oficer dhe oficer të forcës detare, faleminderit për shërbimin tuaj. Le të jetë ky 100 vjetor, jo vetëm një kremtim i së shkuarës, por një zotim për të ardhmen, një zotim se forca detare do të vazhdojë të modernizohet, të investojë te njerëzit e saj, të mbetet një shtyllë e pathyeshme e sigurisë kombëtare. Urime për 100 vjetorin e forcës detare. Lavdi brezave që ndërtuan dhe nder për ata që çojnë përpara me profesionalizëm, vizion dhe përkushtim. Era të mbarta për forcën detare. Faleminderit. Ftoj Ministrin e Mbrojtjes, zotin Piro Vengu, për fjalën e tij përshëndetëse. I nderuar Presidenti Republikës, nderuar shefi i shtabit përgjithshëm të Forcat Armatosura, komandanti i Forcës Detare, nderuar kryetari i Komisionit të Burimeve Natyrore, dashur Anila, dashur koleg deputet, nderuar prefekt, nderuar drejtori i Autoritetit Portual të Durrësit, të dashur të pranishëm, marinar, oficer, nën oficer në gjitha gradat dhe cilësitë tuaja. Shqipëria nuk e ka humbur kur detin, por me shumë gjasa e ka humbur për periudha të gjata, vetë dijen se çfarë do të thotë ta kesh detin. Për një kohë të gjatë, dimensioni ynë mesdetar dhe përpasoj ai detar është trajtuar si një jehon e largët e së shkuarës, si diçka që i përkiste historisë dhe jo strategjisë, si kujtesë kulturore dhe jo si interes kombëtar. Kjo ka qenë një harresë e dëmshme, sepse na ka shtyrë ta shohim veten të kufizuar në një përkufizim gjeografik të mangët, sikur hapësira mbar shqiptare të ishte thjesht një interland. Në të vërtetë Shqipëria ka qenë gjithmonë një vend mesdetar, jo sepse e thot harta, por sepse e dëshmon historia, ekonomia, lëvizja e njerëzve, edhe sot siguria. Deti nuk është dekor, nuk është as sfond turistik, është pasuri nënujore, është ndërlidhje, është infrastrukturë kritike dhe padyshim është përgjegjësi shtetërore. Kur e keq lexon detin, e keq lexon dhe veten. Dhe kur e nënvlerëson detin, e lë të pambrojtur një pjesë të sovranitetit tënd. Krijimi i forcës detare shqiptare më 25 dhjetor 1925 në ditë Krishtlindjesh ishte pikërisht një përpjekje për ta korrigjuar këtë keq lexim. Dy anije, Shqipëria dhe Skënderbeu, modeste në numër dhe kapacitete, por shumë të qarta në mesazh, shteti i ri shqiptar po rimësonte të shihte nga deti. Një shekull më vonë sfida është e njëjtë, po mjetet janë sigurisht të tjera. Sot deti nuk sfidohet vetëm nga flotat klasike, sfidohet nga kërcënime hibride, trafik ilegal, presion migrator, ndërprerje zinxhirësh furnizimi dhe paqëndrueshmëri rajonale. Dhe këtu duket qartë roli mesdheu dhe përgjegjësitë që vendi duhet të ditë të ushtrojë dhe të ketë kapacitetet të ushtrojë në hapësirën adriatiko-joniane. Kjo zonë interesi nuk është periferi e sigurisë evropiane, është një nga qendrat e saj. Për këtë arsye forca detare nuk është simbolike, ajo duhet të jetë funksionale, ajo operon me NATO-n sipas standardeve të NATO-s në misione reale në mesdheun lindor. Dhe kjo nuk është thjesht çështje prestigji,
është çështje përgjegjësie. Një vend i vogël nuk e ka luksin të jetë i paqartë për prioritetet e tij strategjike, dhe për një vend mesdhetar, prioriteti detar nuk është një opsion, është një kusht. Pikërisht për këtë arsye, 100 vjetori i forcës detare nuk është një nostalgji, është moment kthjellësie politike, një pranim i thjeshtë. Për një kohë gjatë kemi menduar më ngushtë, kemi investuar më pak dhe kemi vepruar më ngadalë se sa kërkonte realiteti ynë detar. Mbrojtja 2030 është korrigjim i këtij gabimi strategjik, së pari për njerëzit, sepse deti nuk mbahet me dokumente dhe doktrina, po mbahet me ekuipazhe. Me profesionistë të trajnuar, të motivuar, të respektuar, të mirë paguar. Së dyti, sovraniteti industrial. E përmendi dhe admirali, ndërtimi dhe mirëmbajtja e anijeve në Pashaliman do të thotë kontroll, aftësi dhe autonomi reale. Së treti, aftësia operacionale, jo pamje, jo fasad, por kapacitet për të vepruar. Së katërti, infrastruktura kritike, ndaj dhe ka një domethënie të veçantë që jemi sot në Durrës, aty ku është zemreku historik dhe real i detarisë shqiptare, ku është piknisja e korridorit 8 dhe ndërsa ndërmarrim hapat mëtejshëm për të vijuar projektin Porto Romano, ku duam të ndërtojmë jo thjesht një port, por një nyje sigurie, nyje ekonomike dhe një nyje të aleancës. Së pesti, qëndrueshmëria kombëtare, ku roja bregdetare më moderne është linja e parë e mbrojtjes, kundër presioneve që nuk shpallin luftë, po gryen sovranitetin. Sot nuk po festojmë vetëm 100 vitet forcës detare, por ja afirmojmë një identitet që për shumë kohë e kemi lënë në hije. Shqipëria nuk është në mesdhe, Shqipëria është mesdhe. Dhe forca detare është mënyra se si ky identitet përkthehet në prani, në siguri dhe në përgjegjësi reale. Sot dhe për 100 vitet që vinë. Gëzuar. Ftoj Presidentin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia e tij, Zoti Bajram Begaj, për fjalën përshëndetëse. Faleminderit. Ndjes për zërin, por siç duket ka ardhur koha që ta krijojmë spitalin ushtarak që kemi pasur dikur, se me sa duket mjekësia civile nuk arriti ta bëjë zërin tim të mundur të vinte në këtë takim. Të dashur detar, nën oficer dhe oficer të forcës detare, të nderuar pjesëmarrës, veteran, ish pjesëtar të forcës detare, të nderuar deputet, përfaqësues të institucioneve lokale, prefekt, zonja e zotërinj. Është kënaqësi të jem me ju sot për të festuar 100 vjetorin e krijimit të forcës detare. Një shekull më parë, më 25 dhjetor të vitit 1925, ekuipazhet e anijeve Shqipnia dhe Skënderbeg filluan patrullimin për ruajtjen e kufirit detar të shtetit shqiptar. Ata vendosën gurin e themelit për krijimin e një force që do të bëhesh simbol i mbrojtjes së sovranitetit detar për kushtimin ndaj adeut dhe flamurit. Që nga ajo ditë, forca detare është rritur, është zhvilluar, transformuar dhe modernizuar, dhe ashtu si gjithë forcat e armatosur e Republikës Shqipërisë, ka kaluar periudha sfidash të vështira, duke reflektuar në rrugtimin e saj historinë e zhvillimit të vendit. Ajo i ka qëndruar gjithmonë besnike adeut, ka qenë rojtare pa lëkundur e sovranitetit, mbrojtëse e paepur e integritetit dhe interesave kombëtare në hapësirën tonë detare. Pas luftës dytë botërore, forca detare u zhvillua dhe u kompletua me kapacitete operacionale të specializuara, ku falë shërbimit të përkushtuar dhe me atë dhe dashuri të brezave të tërë detarësh, arriti të përmbush misionin e saj kushtetues pavarësisht izolimit të thellë politik. Pas viteve 90, Shqipëria u orientua drejt demokracisë, lirisë dhe integrimit euroatlantik. Ky orientim i ri u reflektua drejt për së drejti
edhe në forcën detare, e cila nisi procesin e transformimit, modernizimit dhe zhvillimit si një forcë moderne, si një forcë me standarde dhe e ndërveprueshme me aleatët tanë në NATO, me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Italisë, Hollandës, Turqisë dhe partnerëve tanë në NATO. Forca detare ka zhvilluar kapacitete bashkëkohor operacional në përmbushje të misionit kushtetues dhe të zbatimit ligjshmërisë në det. Në realitetin e sotshëm të sigurisë, forca detare shqiptare përfaqëson praninë dhe përgjegjësinë e Shqipërisë në hapësirën mesdhetare dhe në arkitekturën euroatlantike të mbrojtjes. Angazhimi ynë në operacionet e NATO-s shpreh qartë një zgjedhje politike dhe strategjike që siguria e vendit të garantohet përmes bashkëpunimit, përmes kontributit dhe besueshmërisë si aleat. Megjithatë, siguria nuk është një gjendje e dhënë. Një gjendje e dhënë një herë për gjithmonë. Dinamikat gjeopolitike, format e reja të kërcënimeve, trafiku i palishëm dhe tensionet në hapësirën mesdhetare e bëjnë të domosdoshme një forcë detare të aftë për të vepruar me shpejtësi, profesionalizëm dhe besueshmëri, si në kohë paqe, ashtu dhe në situata krize. Për Shqipërinë, kjo nuk është çështje ambicie. Për Shqipërinë, ajo është përgjegjësi shtetërore për mbrojtjen e hapësirës detare dhe interesave të saj kombëtare. Për këtë arsye, vizioni për të ardhmen i forcës detare mbështetet në forcimin e kapaciteteve operacionale, zhvillimin e kapaciteteve të mirëfillta luftarake, modernizimin e infrastrukturës portuale dhe lidhjen me korridorin 8, modernizimin e kantierit të ndërtimit dhe riparimit të anijeve, si dhe thellimin e bashkëpunimit me aleatët, jo si qëllim në vetvete, por si kusht për të garantuar sovranitetin detar, sigurinë kombëtare dhe rolin e Shqipërisë si një partner, si një aleat i denjë i Aleancës Euroatlantike. Në këtë 100 vjetor, nderojmë brezat që ndërtuan forcën detare dhe garantuan vazhdimsinë e saj në rrethana të ndryshme historike. Shpreh mirënjohje të veçantë për gjithë detarët, oficerët dhe profesionistët që sot shërbejnë në flamurin kombëtar me përgjegjësi dhe profesionalizëm. Shpreh falënderim për gjithë efektivet e forcës detare dhe për forcat tona të armatosura, për shërbimin me përkushtim, sakrificë dhe guxim. Shumë faleminderit për shërbimin tuaj. Kontributi juaj është thelbësor për mbrojtjen e sigurisë në adeut dhe dinjitetin e shtetit shqiptar. Urime për 100 vjetorin e forcës detare. Faleminderit. Majtas dhe djatas. Ktheu. Para. Para. Marsh.